Unë kom qenë relativisht me stazh dvogël në aktivitetet para këtë rinis, një vjet kom qenë një vjet e gjysë antari i kryesisë, ka pas pretendent që kanë pas një stazh gjatë aty. Por me agimin bashkëpunu mirë një vjet e gjysë edhe ai më ka thonë mu një prioriteti prej disa kolegëve që kanë qenë tjerë aty dhe është konsultuar dhe me Mahmutin e Xhavitin e ata Mahmut Bakallin, Xhavit Nimanin, jo gjeneratat e reja. Për trit mirë. Edhe ata mund të kemë rënë sy edhe aty në pak edhe kanë përkrah mu, do më thonë, njërë po ka pas edhe kundërshtime, pikrisht për këtë arsyn që e përmenë aty, e lidhë socialiste, jo ngrit disa njerëz që djali Hoxha sa ne kënej edhe qërtu, mirë po, është te kaluaj. Është interesant e mora si metaforë, sepse gjyshi yt shkon edhe vdes në Ararat, do më thonë edhe shkon në Haxh edhe vdes. Po, 1926. 26 dhe ajo konsiderohet në islam vdekje e mëshirshme, po jo. Vdekja më e dëshirueshme. Më e dëshirueshme. Nëse dëshirohet vdekja. Dhe ajo është nis me natko me tren Feriza i Selanik do më po fush Kosovë, Selanik, mandej Manie dhe i Nxedh, mandej me deve prej Gjedhës. Po e mora si metafor këtë rrugtim sepse me njëherë mbas luftës dytë botërore ti je në Rimanisht, familja jote, keni 20 e kusur hektar, edhe vazhdoni të merreni me ato, po në një moment ndjeni që duhet të bëni pjesë e Kosovës së re. Më thonë, edhe pjesë e Kosovës së re me babën tanë Hoxh edhe ti më vonë si udhëhec i rinis. Po, që është e vërteta, baba im është shkollu 10 vjetë me dreze dhe të ne Mëderezin joftun Ahmed Mardoqit, që gjithmonë i falenderoj. Mandej, me njerë mas lufta i ka qenë i ri, i shkollum, ka pas kontakt, ka qenë aktiv, do më thonë, në ditët e para të vendosjes pushtetit ri, në 45-ën, por ka ardhur në një farë konflikti me strukturat saktume, për arsye se në atë komitetin e shqiptarëve ka marrë një fjalim për dhunën që është bërë, do më thonë. Sidomos dhunën që kanë bërë këto brigadat e Serbo Malazeze që kanë qenë dhe janë dalë jashtë kontrollit të institucioneve të Kosovës. Edhe mandej ka rënë sy, i kanë bërë kurthe, kështu që ka qenë mal, do më thonë, së është dërzu një 3 javë ditë, mirë po Fadil Hoxha e ka thirrë, ka thonë hajde, se në qofë se qëndronë matutin malë, e ki rrezik vdekjen, kanë me të vra, janë të interesu me të vra, hajde këtu, e dim që s'ki faj kur gjota kanë montu, edhe ti mund të qëndrosh pak për të shlirosh. Mandej kanë et një 7 ditë në burg, edhe aty kanë shku njerëzit për to kanë dëshmu, edhe Fadili, do më thonë, është meritor që është te kaluaj problem. Kështu që, me thonë, atëherë dhe kanë lutë me hi në parti, a i ka refuzu se ka qenë Hoxh, do me thonë, janë papajtushma, do sanë, kështu që kur ujnë në thërën me hi në parti, në thashtë e konsultaj babën, da, që djali jam të jedin që mu ben lutë, dhe këm pas mundësi me hi, me përparon karierë, po unë s'kom hi. Pikës pare pëse kom qenë Hoxh, dhe kanë qenë papajtushma, ato, sanat atër feja ka qenë mesul mumës në kohën kur unë kom hinë politikë, do më të. Kështu që tha ti vendos vetë, tha është kohët tjetër, unë është me kontribu, por po thëmë që s'ki me kalu mirë në politikë, sot një e para, e dyta tha, ka marrë një situatë që do t'i lakmosh një bari ju me dele, thantje. Nej, se s'ka ndodhë, asë një në asë tjetër. Jo, ka ndodhë kjo e para, po. Po ke qenë ma i suksesshëm se sa... Kom qenë shumë i suksesshëm, po kom pas shumë telashe, do më thonë. Po s'ka... Asë një kohë, do më thonë, ne kem pas libri i kaltër, për librit e kaltër, dhe kënej, na kem qenë në një luft permanente, por problemet e mija ka qenë sidomos në qeverin federative. Aty më rrim pak ma vonë. Po, do më thonë, mandej,
Andaj do me thonë, jo, nuk i kom ropë, asë në herë si më pendu, asë në herë si kom lak mu bariut, mirë po du me thonë që ajo që s'do të kaloj letë politik, ato ma ka ba me dhije baba shumë sakt. Po, nëse, në atë kohë, asni gjë nuk kështë kalu letë. Mas luftës kem kalu as letë. Po, moment, po deshta me u lidhë me këte, do më thonë, udhëzimi i babës është hynë në politikë, do ta kesh vështirë, por deshta me anën tjetër, do më thonë, po flasim për një shoqëri në të cilën pranohet, ose lutet hoxha me hynë në partia dhe i biri i hoxhës, edhe mbaret prej vullnetit tyne të mirë. Do më thonë, të regon për një atmosferë ma liberale, ndonë se të regon edhe për një çështje tjetër. Ka pas nevojë për më shumë kuadro shqiptare, apo jo? Sidomos kjo e dyta. Sidomos kjo e dyta. Do më thonë, të hinë në periudhën kur fillon me u regrutu gjithnjë më shumë një numër i madh i shqiptarëve, mrenda regrutu, nështë tas është fjalë e mirë, po me u afru në udhëheqjen e vendit. Edhe ty të qëllon në të njëjtën kohë kur ti vjen Prishtinë, në fakt, zhvendosesh si me familje. Po, faktikisht unë vip, do më thonë kam studiu ekonominë në atë kohë, por me qenë që isha i martuar, kisha fëmijë, na kishun pasuri atje, po kesh nuk kesh, u duf me financu dhe vllau, filloj një shkollim të vonuar, edhe u deshke kesh edhe në hinan punë si arsimtar, do më thonë. Në matematik, frangjesht, gjithçka. Në kolegj, apo? Në kolegj kam fillu, po mandej kom marrë në fshat, të na dhe në Besina, në lokalitetin tonë. Edhe natyrisht, mandej, po, në 1973, unë pranohem gazetar në Rilindje. Në kolegj që mbaj me në pjesë të librit të më rinë për herë të parë me kalli atje. Po, 20 kilometra. Plus isha bo operacion gjubë, edhe nuk mu isha me jesë 20 kilometra. Do dashket me bona i zidhje. Mundshme. Jeni shumë Mustafa, të njohur në politik, a gjem zatri që pa të lonë një barcolet të mirë për ty edhe për Isën. Po, e vërtet. Ata nuk janë kusheri, nuk janë vlezër, edhe si shifet nuk janë as motra. Po, e vërtet. E vërtet, ishte në vretin, na ishëm 2 kryesi të rinis, dhe një kolegë, ma nifte shumë, duket ka qenë kryetari Nis Gjakovës, morë mos janë vlaza këta. Por njëri prej Mustafave të njoftur është inxhinieri Nazmi Mustafa, apo i cili është i afërt i unë. Shumë i afërt, janë rrit bashkë me babën edhe me për ty ka qenë aq. Nuk është aq, domethënë i konsideruam si aq. Me një hapi jarë shumë pasagje. Edhe ai ka qenë në fakt ai konsiderohet si kryetari më i mirë që ka pas ndonjëherë Prishtina. Po, duke qenë se Isa ka pranuar unë, le ta marrim ashtu. Deshta me lidh me këtë, se në të njëjtën kohë kur ti vjen, fillon edhe transformimi i Prishtinës. Si tillë vjen me Nazmi Mustafën. Nazmi zgjedhën në 72-ën, unë kam marrë 73-ën Prishtinë. Edhe këtu fillon një ndryshim i madh i qytetit. Po. Ti më rrinë dikun të Pazari, apo aty e keni shpinë, edhe aty faktikisht përfundon të Prishtina. Aty do më thonë s'kishte rrugë, ishte lumi një kolektor, ishte lumë quaj, por ishte kolektor. Qitëshin beturina dhe kauqat i qitëshin. Edhe ishte problem, kur boj shi, do më thonë, unë e kisha problem me shku të shpia. Po, mas një kohë, dikur vonë, do më thonë, Nazmiu ishte atër drejtori Rami Sadikut, por e murë përgjësinë edhe me mbulu ato. Shumë ja kanë pa për të modhe, pse e ke prish lumin, mirë po e s'ka qenë lumë. A në vërtet ka qenë një gjithçka tjetër pos lumit. Po, ka qenë kolektori ujrave të zeza, në mas të madhe. Si për Shtefka, si Vellusha, të dyjet. Ti e përmend edhe në libër, po është pjesë e rritës tënde, janë demonstratat e vitit 68. Tash prej kësaj perspektive çka ka ndodhur? Unë mendoj se ato demonstrata kanë qenë një kthesë e rëndësishme, e cila ndodhi me njëherë pas një tentimi të establishmentit politik kry me Fadil Hoxhën, një përpjekje që Kosova të avancohet ma shumë se sa një element i federatës të bëhej republikë. Mirë po,
dihet se oportuniteti politik, sidomos mendimi i Titos dhe Kardelit, dhe vlerësimi i tyre se është vështirë me kalu me Serbinë këtë punë, atëherë kjo ndikon që bëhet një tërheqje mprapa, dhe kjo krijoi një farë revoltën, edhe krijoi një farë, me thonë, jo konflikt, po një farë vrejtje se establishmenti politik nuk është dashur më tërheq. Mirë po, ma vonë, me thonë, ato demonstrata në fakt e krijuan një infrastrukturë, i bën disa kërkesa të drejta, me të cilat u shpejtu formimi i universitetit, transformime të ndryshme, u shpejtu në shumë gjona, ato kanë pas një ndikim, padyshim ndikim pozitiv në rrjedhat. Po, kjo ndodh mas vitit 66, që në fakt do të jetë kthesa më e madhe, domethënë Ramja e Rankovićit. Po. Ku të zën ty Ramja e Rankovićit? Ramja e Rankovićit mu më zën në përfundim të vitit parë gjimnazit. Në Podjev. Jo. Unë jam shkollu në Podjev se i kisha dojt e dojve, kishin djemt e dojve, po na jem me Prishtinën gjithmonë. Domethënë Rimaniishta është 14 kilometra për Prishtinë.